Atëre, përshëndetje. Jam këtu për dhënë një mesazh shumë të qartë që qeveria nuk do të ndalet përkundrazi, do të intensifikoj dita ditës përpjekjet në betejën pa kompromis dhe me tolerancë zero kundër krimit dhe kundër çdo shfaqje të krimit në çdo formë. E sot duhet të flas posaçërisht për atë formë të krimit që shfaqet si krim ekonomik përmes aktivitetit të lërave të fatit. Ky është një krim që prek familje të varfra. Ky është një krim që godet buxhetet shumë të shtrënguara të shumë familjeve shqiptare. Ky është një krim që cënon harmoninë familjare e deri edhe ekuilibrat psiqik të shumë njerëzve, duke shkaktuar plagë sociale të patolerueshme për një vend si yni, për një vend që gjendet mes të Europës, për një vend ku ndërtohet dita ditës perspektiva europiane. Ne jemi jo vetëm të vendosur, po dhe jemi shumë të qartë për shtrirjen e këtij aktiviteti, për lidhjet që ky aktivitet ka pasur dhe vazhdon të ruajë me politikën, për mbështetjen që ky aktivitet ka gjetur deri në të shkuarën shumë të afërt dhe për mbulimin që ka siguruar fal korruptimit të politikës dhe të gjithë zinxhirit të krimit ekonomik në policinë e shtetit. Nga ana tjetër, dëshiroj të bëj me dije se plani ynë është jo vetëm i qartë, por edhe gjithëpërfshirës, çka do të thotë se nga njëra anë ne do të vazhdojmë betejën pa kompromis në çdo lagje dhe në çdo kënd rruge të Republikës së Shqipërisë për t'i dhënë fund këtij aktiviteti të zhvilluar në mënyrë ilegale, por paralelisht do të ecim përpara shumë shpejt me një reformë ligjore që do të përcaktojë kufi shumë të qartë edhe për pjesën legale të këtij aktiviteti, ndërkohë që po punojmë dhe për një strategji dalje për të gjithë ata që në këtë aktivitet janë të licencuar dhe këtë aktivitet e ushtrojnë brenda kufive të ligjit ekzistues. Strategji dalje do të thotë me fjalë tjera që ky nuk mund të jetë as legalisht një aktivitet i të ardhmes së këtij vendi. E ardhmja e këtij vendi nuk mundet të ketë të përbashkët me Bigjozin. Po ashtu kemi marrë vendimin që përmes ministrisë apo ministres së inovacionit të kërkojmë bllokimin
e të gjithë websajteve ku derdhen kursime të emigracionit për familjet shqiptare këtu në Shqipëri, apo derdhen paratë e fundit të familjeve në kushte të vështira jashtë Shqipërisë. Shifra që Shqipëria dhe shoqëria jonë dhe familjet shqiptare humbasin në aventurën e basteve online në destinacione jashtë Shqipërisë brenda një viti varion nga 500 në 700 milion dollar. Është një shifër tërësisht e papranueshme dhe është një formë aktiviteti tërësisht e papranueshme për një vend evropian. Kështu që do të kërkojmë që të gjitha kalimet e internetit për këto websajte dhe për këto burime të shfrytëzimit të iluzionit se mund të pasurohesh në këtë rrugë të mbyllen. Nuk do të ketë më në Shqipëri baste online që vendosen për të kërkuar fatin jashtë kufive të Shqipërisë. Sigurisht, e gjitha kjo kërkon një reformë rregullatore e përsërisë për sa i përket aktivitetit licencuar. Ndërkohë që të gjithë kompanitë që janë licencuara, jo vetëm që duhet të derdhin një orë më parë të gjitha detyrimet e parambetura, por duhet të përgatiten për të vepruar konform ligjit në fuqi, ligj i aprovuar më parë që përcakton edhe vendodhjen e tyre në një distancë të përcaktuar nga shkollat, nga spitalet, nga bankat dhe çfarë tjetër ligji ka të përcaktuar. Afati për këtë është së shpejti në bazë të ligjit. Dhe në bazë të ligjit, të gjithë ata që ushtrojnë aktivitet të licencuar dhe që janë të rregullt në derdhjen e detyrimeve për shtetin, duhet të sigurojnë zhvendosjen e tyre nga ato pika që nuk përmbushin kushtin e distancës nga shkolla, nga spitali, nga banka e me radhë. Gjitha këto vlejnë për të kthyer përsëri aty ku e nisa. Ne jemi këtu për të mbështetur familjet shqiptare në nevojë, ne jemi këtu për të mbështetur familjet shqiptare në kërkim të punësimit, ne jemi këtu për të mbështetur familjet shqiptare që kërkojnë një ekonomi kombëtare të shëndetshme dhe që kërkojnë një ekonomi familjare të qëndrueshme. Dhe gjithë masat e mara lidhur me këtë aktivitet janë masa që lidhen me domosdoshmërinë për të kufizuar maksimalisht tundimet e pafundme që shkaktojnë këto lloj destinacionesh pa krye. Sfundi dua të nënvizoj se askush dhe për asnjë arsye nuk do të mundet dot ta ndalë këtë nisëm që nuk është një aksion, nuk është as një sezon, por është një nisëm që do të quhet e kryer atëherë kur Shqipëria dhe kur shqiptarët nuk do të lënë më asnjë qindark në kumar. Faleminderit. Nëse ka pyetje.
Zotëri Rama, si është për llogaritur shifra që ju thoni për sasinë e parave që vihen fal pasteve online që dalin jashtë vendit? Pyetja e parë, pyetja e dytë, këto javë që është shkrirë struktura e krimit ekonomik, Policinë e Shtetit, kush po e lufton krimin ekonomik? Edhe një pyetje tjetër, në aktin normativ të buxhetit miratuar dje nga Parlamenti, është parashikuar një kufi prej 75% për planin tatimor. Pse është ulur kjo? Pse është ulur ky kufi? Spari ju siguroj që lufta ndaj krimit ekonomik sapo ka filluar. Ajo do të vazhdojë me një intensitet të panjohur më parë. Së dyti ju siguroj se sot Policia e Shtetit është drejt kthimit në krye të detyrës. Është një zotim solemn i yni që brenda 300 ditësh Policinë e Shtetit do ta kthenim në krye të detyrës me fuqi të plota dhe në kontroll të plot të territorit për të garantuar sigurinë e jetës dhe të pronës publike dhe private, dhe po ecim ende më shpejt se sa që kishim parashikuar fatmirësisht fal përkushtimit të ministrit brendshëm dhe fal edhe përkushtimit të skuadrës së re drejtues të policisë drejt këtij objektivi. Së treti, më lejoni të përsëris se të gjithë ata që në uniformën e Policisë së Shtetit kanë qenë të angazhuar dhe të paguar nga taksat e qytetarëve për të luftuar krimin ekonomik, do t'i nënshtrohen hetimit lidhur me lulëzimin e veprimtarisë kriminale të lojrave të palishme të fatit, dhe ky hetim do të ndaj të njomin nga i thati, dhe kush në bazë të hetimit do të figuroj i pafajshëm, do të ripërfshihet në radhët e policisë, ndërsa kush do të figuroj i implikuar apo fajtor me veprim ose mos veprim, do të përballet me organet e drejtësisë. Dhe për sa i përket shifrës, arsyeja pse dhash një shifër që varion nga 500 në 700 milion lidhet pikërisht sepse nuk kemi një shifër të saktë, por kemi deduksione bazuara në një studim analitik të kryer edhe me konsulta me ekspert të huaj dhe vendas. Lidhur me pyetjen e fundit dhe pse jashtë temës konferencës, më lejoni t'ju them që parashikimi ynë për të ardhurat është një parashikim realist dhe ne nuk mund dot të vazhdojmë të mbështesim përpjekjet tona mbi plane të ndërtuara për fushata elektorale, siç ishte fushata që lan pas, e cila praktikisht ka hapur një grop shumë të madhe në buxhetin e këtij viti dhe e ka zgjeruar në mënyrë shumë ndjeshme gropën e madhe të ekonomisë dhe të financave të këtij vendi, për cilën kemi folur me vite dhe me cilën jemi të ngarkuar të merremi tani. Kështu që mjafton të shohësh të ardhurat nga doganat e tatimet të vitit kaluar, të vitit përpara vitit kaluar dhe në radhë, për të kuptuar se ulja që ne kemi parashikuar është tërësisht realiste dhe bazohet në trajektoren e asaj që figuron si ardhur e realizuar në vite dhe jo si e ardhur e planifikuar nga mendje tërësisht çoroditura prej etjes për pushtet. Etje për pushtet që e ka sjellë ekonominë e këtij vendi
këtu ku jemi dhe që e ka vendosur Shqipërinë përballë një shkëmbi borxhesh që kemi mund mes rrugës. Megjithatë, ne jemi qeveria e Republikës së Shqipërisë, ne nuk jemi këtu për të justifikuar, ne jemi këtu për të zgjidhur problemet. Borxhet nuk i kemi marrë ne, gropën nuk e kemi hapur ne, ekonominë kombëtare të vendit nuk e kemi zhytur ne në krizë, por ne jemi votuar që të merrem me borxhet, ne jemi votuar që të mbyllim gropën, ne jemi votuar që ta rikthejmë ekonominë në normalitet dhe që Shqipëria të rifillojë në një afat të mesëm brenda mandatit të ketë ritmet e rritjes ekonomike që shqiptarët meritojnë. Muhamet Veliu nga Top Channel. Zoti Kryeministër, deklaruat se mbrapa lojrave të fatit apo kumarit qëndrojnë lidhje me mbështetje politike. Kjo deklarate juaja le të kuptohet që këta njerëz janë identifikuar, nëse nuk gabohem. Nëse është kështu, kur do shikojmë arrestimin e këtyre njerëzve apo thënë ndryshe vënien përpara drejtësisë? Faleminderit. Kjo në fakt jo të nënkuptohet, po lë të kuptohet qartë, ato që kuptohet qartë kur je përballë masivitetit të këtij aktiviteti që ka lindur dhe zhvilluar si një industri e krimit në syt e të gjithëve dhe pa i bërë përshtypje askujt. Pa mbështetje politike nuk ka industri të krimit ekonomik. Shumë e thjeshtë. Kjo është një industri e krimit ekonomik. Mariana Legisi nga Top Channel. Zoti Kryeministër, në këtë aksion të ndalimit mbylljes së aktiviteteve të lojrave të fatit, keni përfshirë edhe policinë e shtetit. Cila ka qenë arsyeja e përfshirjes së policisë së shtetit për mbylljen e këtyre aktiviteteve në një kohë kur në fakt atin taksat duhet ta kishin bërë këtë gjë? Faleminderit. Me keq po flasim për një industri të krimit ekonomik dhe është detyrë funksionale e policisë së shtetit, siç ka qenë detyrë funksionale e gjithë zinxhirit të antikrimit ekonomik në policinë e shtetit, që të mos lejoj jo transformimin e këtij aktiviteti në një industri të krimit ekonomik, po as një pikë ku zhvillohet ilegalisht ky aktivitet që në kornizën ligjore të Republikës së Shqipërisë konsiderohet krim ekonomik. Arbër Hidej nga News 24. Do të pyesja në lidhje me masat që ju do të merrni për ta shtrënguar ose për ta kontrolluar këtë aktivitet, pasi dhe në vendet të tjera praktika të tilla kanë rezultuar deri diku të dështuara pasi është rritur forma ilegale e basteve. Kujtojmë këtu dhe Amerika ka ndërmarrë masa të tilla apo edhe shtetet tjera europiane. Pra cilat do të jenë ato masa për ta kontrolluar. Në të parë faleminderit për komplimentin që na krahasoni me Amerikën, po nuk besoj se e meritojmë këtë kompliment. Ashtu si kundër ju siguroj që në asnjë vend të Bashkimit Evropian ku ne duam të integrohemi, nuk ekziston në asnjë lloj proporcioni të krahasueshëm kjo që ekzistonte deri para pak ditësh në Shqipëri dhe as kërcënimi social i këtyre përmasave që ky aktivitet përbën për Shqipërinë. Shqipëria është një vend i varfër. Shqipëria është një vend me një papunësi maramundse. Shqipëria është një vend që sot ka nevojë për alternativa punësimi, ka nevojë për alternativa arsimimi dhe edukimi, ka nevojë për alternativa të reja të kohezionit social përmes politikash të reja të punësimit, të arsimimit dhe të edukimit dhe të kohezionit social. Shqipëria nuk ka nevojë për plag dhe për dhimbje krejtësisht të evitueshme të kësaj natyre. Plag dhe dhimbje që krijohen dhe shkaktohen vetëm për të pasuruar një grush njerëzish duke shkatërruar familje tëra, jetë tëra, perspektiva tëra për njerëzit zakonshëm të këtij vendi. Dhe duke thithur
në mënyrë maramëndse në labirinthet e këtij aktiviteti djemë të rinj, adoleshent, nxënës, student, cilët në vend se të shkojnë në shkollë, dergjen dyreve të kazinove. Kjo nuk do të vazhdoj dhe ajo që ka filluar do të shkoj deri në fund. Dhe deri në fund do të thotë jo vetëm që të ndalim aktivitetin kriminal, por edhe të përgatisim një strategji dalje në një afat të arsyeshëm për ata që kanë investuar ligjërisht në këtë aktivitet. Shqipëria nuk mund të jetë vendi ku të luhet kumar. Kryeministër Elona Gjylmi, Albanian Screen. Strategjia daljes do të thotë që pas pak do të kemi shpalljen ilegale të kumarit zyrtarisht në Shqipëri? Këtë nuk kupton? Strategjia daljes do të thotë që të garantojmë një proces ku ata të cilët sot janë tërësisht brenda kornizës ligjit, kanë projektuar një investim, kanë bërë një investim dhe zhvilluar një investim bazuar mbi ligjin dhe mbi licencën e marrë në rrugë të ligjshme, të mos dalin të dëmtuar. Po sigurisht përgatiten për të mos fituar gjithë jetën me këtë aktivitet, sepse ky nuk është një aktivitet që do zgjasi gjithë jetën, sepse Shqipërisë ky aktivitet nuk i duhet.